Si që shikoni, kryetari të komunës nuk është që intereson shumë që të hapen dosit, dhe këtë na e thot sikur ne kemi në gjë në dorë. Të vetme gjë që ne kemi në dorë është të hapim siparin e emisionit më të famshëm këtu në Portokalli, drejtuar nga stari Voulez-vous! Mi mbrëma, më pëlqen që në keni një publik entuziast, mbajni pra gjallë këtë entuziazm, sepse tani do të vi ai the number one, dhe ai është profesor Angeli. Wow, profesor! Wow, profesor, kjo duartrokitje e plebishitit, është verdikti etik i ekzigjencave të audimatit për ju, profesor. Rofsh, mordjal, edhe pse s'kuptova as një fjalë, rofsh. Profesor, është i lezetshëm, profesor, është i lezetshëm. Atëherë, profesor, për çfarë do të na flisni sot? Ja, pikërisht për këtë do të flas për bastardimin e gjuhës shqipe që po i bëni ju të mbetjave. Wow, profesor, pra profesori pas ka precipituar në studio me mendje të keqe, profesor, të faleminderoj që erdhe në studio, profesor. Të faleminderoj. Rofsh me nder teje. Ashtu, profesor. Por sot, profesor, unë mendoj që ta ngrem pak stekën e emisionit, po, profesor, sepse kam tërmend të ftoj një të ftuar tjetër, profesor, është një i ftuar special guest. Po mirë, po kush është ky? Ashtu bën ndonjë punë? Ky profesor nuk bën asgjë në jetë, profesor, dhe jo vetëm. Mirë, po profesor, sa herë vjen ai në studion time, ai bën SCOOP. Skup, mordjal. Ashtu është si Scooby-Doo është, profesor, është fiksi Scooby-Doo. Kështu që, profesor, zonja dhe zotrinj, thesho vv goes on me dhel pra e pishkashit. Tirana! E duan, profesor, e duan. Aha. Duart lart. Are you ready, Tirana? Ready jemi, çfarë duhet bëjmë tash i betim? Ready, kush ready? Ready! Betim, çfarë ke tërmë? Tani do këndoj një këngë. Të këngja dedikoj gëzimes time. Zime! Happy birthday to you! Ti e presor, ngri duart lartje. Ngri duart lart, se ka spektakël, profesor, ka spektakël. Happy birthday! Kjo është ai mo njeriu me rimang, me Spider-Man-i more. Nuk është ai, profesor, është betim spërdhima, është del pra e pishkashit. Happy birthday to Gzinja. Sa po kështu betim? Kujdes betim. Sa po? Baj. Gabero. Sa po kështu betim? Çabana. Jo kështu betim, është zicë. Po ti më the mua, kur të është në emision më ndis pak emisionin. Edhe u thash, t'ja ndes gëzimes. Po avash mordjal, po avash more ty t'u shtofshin gëzimet, po avash se do na edhësh në erë. Pra, profesor. Po. Avash me të gëzimet ja. S'ka nevoj të mishtosh gëzimet mua, një kam unë. Po të thash gjë mordjal, që pun kam unë me gëzimen tënde mordjal. Mire ka betimi, profesor. Ju lutem, nuk duhet jeni kaq ambik kur flisni. Më mos gafoni kështu, profesor. Shtu.
Ore, jeni terezia po për këto që flisin për këtë, po pikërisht dua të flasja për këto mutacione që bëni juve. Ore, profesor, mos na fekondo shumë, Ore, ja jeni dhe të përbja për këtë dua të flasë, more, ja shko që brez ky flet kinesë, more. Ja, profesor, kinezi e veti se unë jam klas 6 për atë punë. Wow, Betim që në klasë 6, urime Betim. Është klasë 6 Betimi, profesor? Ore, jo, që deformim të fjalëve që bën shikoj si flet, ore. Po pse çka ka këtu profesor? Shumë mirë, Betimi klasë 6, çfarë problemi ka? Ore, ju flet një pasuroj gjuhën, s'di çfarë thot. Po pse profesor, si ju duket juve Betimi, profesor? Po të thash mos si Spider-Man i fluturon sa ndë këndej, wow. E kuptova, mirë, dakord, atëre Betim, profesori po flet mirë për ty. Mirë po flet. Po është mirë. Profesori me këtë... Mirë, po që është një analfabet funksional. Wow! Qa e mëne? Analfabet funksional, quaj. Që e mirë është dhe kjo. Edhe kjo është mirë, Betim. Edhe kjo është mirë. Ashtu jam. Alfabet funksional jam. Profesori me këtë diskur kinse shkencoro mediologjik konsiston për një televizion pedagogjiko paternalist. Qa po bën ti? Qa po bën, more? Përshëndes që gzimen. Ka bërma? Gzime? Të përshëndesim, Betimi është djali mirë. Më lërta përshëndesun. Betimi është djali shumë i mirë, Gzime, ke fatë që njef ki djali si ky, Betim, faleminderit që ekziston, Betim. Faleminderit që përshëndetje profesorët e ti Gzimen. Atje te kamera 374. Ja, përshëndetje dhe profesori. Shumë bukur. Atje kam një pyetje për ty, Betim, me që jemi te kjo temë. Betim, si mendon? Mendon se në televizion ekzibicionizmi po dominon? Qa ben? Dominon, Betim. Të them të drejtën i këtja. Ku dhe u të los dominon, vetëm tavull los. Ja, mor, po shiko që bëhet me droguat brezin e ri, mor, shiko si flet kjo si pas nesër, more. Çfarë problemi ka këtu, profesor, që brezi i ri flet si për pas nesër, me fjalë të reja, profesor? Po me fjalë të reja dhe mund të duen, po tash populli thot një fjalë gjella me krip, kripa me karar, jo. Ty e presor. Baj që gojët jo me fjalë banane këtu tja. Urdo! E ka shumë mirë profesori, ju lutem profesor, mos egzagjeroni me këto definicione, profesor. Ore, më kuptoni ju kur flasun, apo unë nuk jam mirë, more. Urdo! Naturalikisht që të kuptojmë, profesor, absolutikisht, apo jo, Betim? Normalitikisht. Pa tjetër? Patjetërikisht. Absolutikisht. Sinceritikisht, profesor. Ore, juve po flisni kështu qëllimitikisht? Wow! E tha në fund, profesor, e themë në fund urime. Po si mërë e thash për ju, që të s'flasu Ja, profesor, më në fund dhe ti fole trendi, profesor, të lumtja, kjo ishte kështu të flasë gjithon, profesor. Po si mërë të flasë, ore, se si jam mirë, ore, jeni të rezi, ore, ju një këfarë, ore, mirë, Jo, mos u largo, profesor, sepse Betimi sot do të na këndoj një hit, për profesori, është hit, atëre Betim, edhe njerë, faleminderit që ekziston Betim, në emër dhe të publikut. Kujdes, mordial, kujdes. Me një duar trokitje, dhe të ndjekim hitin e ri të Betimit. Betim, skena për ty, Betim. Amerikane, italiane, ruse, moldave, dua një vaj shqiptare, që ta marrë për fare. Amerikane, italiane, ruse, dua një vaj shqiptare, që ta marrë për nuse. Go fuck me mula! Kjo pra ishte performanca e Betimit. Mbajni entuziazmin dhe shifemi javës tjetër. Miru pafshim. Betim, dalim të Betim.